Deri sa presim numërimin, pas numërimit shpallën e rezultateve, pas shpallës rezultateve certifikimin, jemi ka hupim kohë, çka sakt jemi ka hupim në aspektet tjera përveç kohës, trajtohet në intervistën që zonë të zhvillim e misafirin e tret në emision Agron Demi. Po shëndetë mirë se erdhe. Mirë se e gjeta, faleminderit për ftesën. Është një insistim masemet drejt i ministrës drejtësisë me na kallëzu krejtve që kjo s'është qeverin detyrë, është me kompetencat plota dhe është në mandat edhe mas 2 jave i bën fiks 4 vjet prej kur është votu në kuvend, që i bjen që për krejt dështimet i çdo është me qenë pesha e njëjtë sikur t'ishim para zgjedhjeve, apo? Po, në ko që e kanë kënaq kërën kohën fuqi, qeveri fuqi plot, po, me tonë drejtën nuk e kam lexuar draftin e fundit ligjit për qeverinë, nuk e di zyrtarisht që shquhet, po historikisht, momentin që janë shpallë zgjedhjet, ne si shoqëri civile kemë thonë qeveri në detyrë, për shkak se duhet me u siguru dhe i ka disa përgjegjësi të kufizume. Nuk mundet një qeveri në detyrë me marrë asa vendimesh multimilion që i cilat i lojnë përgjegjësi qeverive tashme, kështu që për mendimin tem, një terminologji më korrekte është qeveri në detyrë. Ta po thonë që qeveri në detyrë, po mene si pas ligjit është prej momentit që certifikohen rezultatet. Atjo më pas se nënkupton që ka me pas përbërje të rejtë kuvendit edhe prej aty është qeveria në detyrë. Po, pikrisht, a i konstatimi ishte çka është teme e bisedës. Nëse bjen niveli përgjegjësisë, për shkak se janë në fund të mandatit, nuk do me thonë që dami është ma pak, nëse ki ma pak përgjegjësi. Tash, edhe ju si ulumtues, po edhe tjertë në sektorin e shoqërisë civile kanë marak me këta 3 mujort, me i rumbullaksu ose me i nxerr do prej vlerësimeve, gati shkoj 3 mujori par, qa kemi pa? Ajo që di me thonë është që ne si shoqëri civile kur kemi lobu për me pas në letë qeverisë, arsyeja kryesore ka qenë qysh me i kufizu përgjegjësitë e qeverisë në momentin që shpallën zgjedhjet. Për shkak se ne kemi pa historikisht qoftë qeveria Thaçi, qoftë qeveri tjera, rritëshen rrogat nga 25% dhe pastaj ajo ndikoi në rezultatet e zgjedhjeve duke i ble votat përmes këtyre vendimeve dhe ne atëherë kemi avoku që një qeveri në detyrë nuk do duhet mërte të ishte kujdestare ndaj qeveria re, po mos të merrte vendime të cilat krijojnë obligime shtesë për qeveritë e ardhshme. Këta 3 muaj, për mendimin tim, janë sikur ata 4 vjet që kanë kalu të qeverisë së vetëvendosjes, ku premtimet që janë dhënë nuk është se ka një rezultat konkret për sidomos në projektet infrastrukturore. Ne e dimë që një prej motorëve të zhvillimit ekonomik në këto 25 vjet të fundit ka qenë shteti përmes investimeve kapitale, kurse në qeverinë e vetëvendosjes në këtë mandat, dhe ju e keni pas edhe ministrin e financave sa i përket projekteve të mëdha. Po vre u bëhe famshme ajo, s'ditimi. Është e vërtetë që buxheti për investime kapitale është shpenzu me 100 miliona, po ka shku sidomos në shpërndësime edhe nëse shikon statistikat e transportit që i publikon çdo vit Agjencia e Statistikave të Kosovës, nga viti 2021 deri në vitin 2024, nuk ka asnjë metër më shumë të raportuar rrugë të asfaltuara, apo edhe rrugë që janë me zhavor, për shkak se Agjencia e Statistikave i publikon të 2 llojet e statistikave. Dhe kjo është një dështim që po mendoj është një prej arsyeve përse vetëvendosja ka humbë një përqindje të madhe krahasim me zgjedhjet e kaluara. Edhe ndoshta ajo që ka marrë përshtet janë këto transferet sociale që janë bërë spaku një herë ose 2 në vit, nga 100 milion, nga 100 euro për pensionist, për kategoritë e tjera, cilat ju kanë ndihmu familjeve, po kanë shku tëra në konsum edhe sot nuk mundesh me tregu
fakt nëse kanë përmirësu gjendjen sociale, se nëse shikon anketën e ekonomive familjare cila është publiku në këtë muaj, përqindja popullsisë cilët thonë se nuk kanë 200 euro me i gjetë nëse ju del një shpenzim i paparashikuar, ose edhe me qëndru një javë jashtë shtëpisë në pushim, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit, mbetet thujse e njëjtë. Domethënë, qytetarët nuk është se janë ndihmu shumë për atyre transfereve sociale që ato që ka degradim për shkak se ma herët parametri ka qenë 500 euro shpenzimet paparashikuara. Po, tash është bo 200 euro. Është në pyetësor, po tash është 200 që i bjen që realisht fukarallëku është ka rritet. Ka qenë 500, e ka null 100, tash është bo prap 200, që do thot terminologjia ose metodologjia ose kësë po ndron nga vitin vetë dhe kjo pastaj i bën statistikat e pakrahasueshme, po mendoj që po bëhet me qëllim. Problemi tjetër është që ne që nga viti 2017 nuk kemi dhënat sakta të nivelit varfërisë dhe varfërisë ekstreme në Kosovë. Do të nga viti 2017 ne kemi kalu vitin 2020 që ka pas pandemi dhe i ka prek shumë qytetar, pastaj për viti 2021 deri tash kemi inflacion. Edhe ne nuk kemi një raport i cili tregon që shka lëviz varfëria. Ajo që dëgjova nuk e di, nuk është informatë zyrtare, po spaku unë e di që më bisedu me zyrtar të Bankës Botërore në vitin 2023 për me pa për dhënat e varfërisë dhe pa të më premtu që në verën e vitit 2023 publikohen dhënat më të fundit. Po nuk janë publikuar dhe si pas informatave jo zyrtare është të dhënat e varfërisë kanë dalë më të mëdha se vitin 2017. Kjo ndoshta edhe për shkak të ndryshimit të metodologjisë të Bankës Botërore se si e llogarit varfërinë. Dhe kur i kemi krejt këto, është ka problem pastaj me vlerësu edhe qeveria lun me numra, qoftë papunësisë, qoftë varfërisë, qoftë investimeve kapitale, për shkak se gjendja statistikave në Kosovë nuk është edhe e mirë. Statistika është si bikini, po spitali i ri shihet, ja marohet, ja smarohet, shkolla e re shihet, rruga e re shihet, këto janë stadiumi i ri shihet, bazeni i ri shihet, nëse bazenat ri s'ka as vjetër s'ka hiç. Këto janë gjëra që shihen edhe shfrytëzohen nga popullata edhe si tilla nuk janë. Nëse diçka që e thash në hyrje të emisionit realizohet si skenar është që 3 mujorin e parë kemi huptu në gjë vota, 3 mujorin e tretë kemi pushim, edhe 3 mujorin e mram kemi me shku në zgjedhje lokale. Nëse zhvillojmë këtë skenar, i bjen kemi me pas suficit, kemi me shpërnda 100 miliona në vene ku s'duhet cili është skenari, kur s'ka kush me i hargju paret, a ato këja është ka i mbledh ato. Kjo qeveria ka kalu bugjetin vitin e kalu me dhe mundet me shty ton vitin me atë bugjet. Prena ligjit. Mirë po, ne kur kam qenë nga për të më publiku një infografi ku për 6 milionin e parë për të në shpenzu vetëm 9% e bugjetit për investime kapitale. Pastaj vitet më vonshme kanë rritë përqindjen, po nëse shikon ku kanë shkujen kryesisht projekte për shpërënsime. Tjetra është që jenë bloku edhe projektet ndërkombëtare, për shembull, ke një intervistë të drejtorit të EBRD-s për Kosovë, ku kërkoj keme pas një qeveri cila merë vendime. E kjo qeveri në këto 4 vjetë mandat i ka bloku edhe projekte ndërkombëtare të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, qoftë autostrada për Dugaxhin, qoftë investimet në Ekorull, apo dhe vazhdimin e autostradës për kufi me Serbinë. Do të thonë projekte që vetëm se kanë pas financim ndërkombëtar, i janë zvarrit në emën të rishikimit nëse ka pas shpërdorime në shpërënsime apo ka shkon traseja. Edhe kjo mundet me ja kursy shtetit disa miliona euro, edhe ndoshta edhe investitorëve të huaj, edhe nuk po theme që nuk është politike e mirë, por nëse llogarit për 4 vjeta e rrugë që nuk është përdorën, humbjet me siguri janë më të mëdha, qoftë nga shpenzimet më të mëdha për vetura, qoftë nga shpenzimet më të mëdha për kohë, për shkak se ti po humb kohë më shumë, qoftë duke ardhur në Prishtinë apo duke shkuar në vendet e punës. Qysh i zhdosht me qenë formula
çka humbet në këtë kohë deri se di, po supozojmë që deri në maj s'kemi qeveri dhe po supozojmë që vitin e parë s'ka me ndodhë bash asgjë, se nëse edhe në maj e marrin mandatin, ma ne kanë me shku në deti, ma ne kanë me hinë zgjedhje lokali. Nëse e shikon punën e Kuvendit të Kosovës është 3 mujtë e parë vitit, pastaj pushim, 3 mujtë e dytë pjesës dytë, dhe pastaj prap pushim, po edhe në ato kohë kur punohet, ka munges në seancat të deputetve, edhe kjo është shumë e çuditshme për shkak se do shta deputet shpenzojnë me mijëra euro në fushata për me siguru një vend në Kuvendin e Kosovës dhe pastaj mungojnë në seancat parlamentare. Kjo ka ndodhur edhe me partitë e tjera, po sidomos edhe në këtë mandat me vetëvendosjen. Andaj, unë nuk pres që ka me pas zhvillime të mëdha për kundër asajna që edhe nëse krijohet qeveria shumë shpejt, kanë më bloku tek zgjedhja e presidentit, për shkak presidentit apo presidentes, për shkak se nuk i kanë 80 vota për me zgjedh një president të arshëm, dhe kjo pastaj ka me pru edhe krizë parlamentare dhe zgjedhje tjera. Edhe është në momentin më të keq për shkak se e gjithë bota po hyn me një farë ndryshimi radikal, për shkak të ardhjes presidentit Trump, edhe gjitha shtetet janë duke i ndryshu strategjit qoftë sigurisë, qoftë mjedisit dhe aleancave, kurse ne janë mbyll brenda vendit për munges të një konsensusi politik për me kriju një qeveri. Edhe problemi është që s'kemi mri as me diskutu mungesën e këtij konsensusi se jemi ka hupim ko me numërim të votave. Ka me janis analizës masës zgjedhore, e para me rezultate nashta, e dyta me përbërjen e re të kuvendit, nashta mandej me folë për këtë hajnin mrena lloj, që dorën zemër nuk është risi, po veç është interesant për shkak të sistemit të ri. Është regres hapja për 10 deputet në vend se të 5 deputetve kjo e listave, a jema optimist për përbërjen e re të kuvendit, nashta që shtu formulohet pyetja. Jo, po mendoj, ajo që kom pa prej partive politike, do të me pranu që kjo ka një grup parlamentar më profesional, ka ndryshime sa i përket ekspertëve të ri që janë ardhur me Partinë Demokratike të Kosovës. Vetëvendosja e ka thuj se të njëjtën përbërja dhe nuk kam shpresë që ka me pas një kualitet më të madh të deputetëve të vetëvendosjes në Kuvendin e Kosovës as në legjislaturën e ardhshme. Unë nuk jam ekspert zgjedhor, ajo që më varna unë kur i vlerësoj zgjedhjet janë njerëz si Albert Krasniqi i Demokraci Plus, i cili edhe ajo organizata ati kanë avoku që mos ketë ndryshime në ligj, sidomos mos rritet votimi prej 5 deri në 10, për shkak se asnjë prej neve nuk është që mundet me zgjedh 10 vetë brenda një partije politike, tjetra merr më shumë kohë edhe lën më shumë hapësirë për këshillëdorime për shkak se nëse skenohen flet votimet edhe dalin online edhe mundemi pa krejt, jemi bindën që 90% e votuesve kanë votu 4-5, jo më shumë. Kjo pastaj i lën hapësirë komisionerve me shtu dikon që e kanë 2 në listë, edhe pse është pri që ky ndryshimi numërimit votave ka me parandalu sidomos vjedhjen brenda partive politike. Se kam qenë vëzhgues në zgjedhjet e kalume, jo këto po në vitin 2011, kur atëherë ka qenë 10, edhe pastaj edhe në vitin 2014, edhe me 10 kandidat zgjatët numërimi edhe mundësia për vjedhje brenda partive shumë e madhe. Zgjatët mas pari procedura e votimit, edhe nëse krejt jemi shumë të këfilt, edhe shumë të meshëm, edhe krejt i dim ka 10 numra, prap kime qëndru 1 minutë ma shumë, ose 30 sekonda ma shumë, po qep e marim 1 minutë ma shumë në kabinë të votimit. Edhe nëse votojnë 900.000 veta, kjo i bjen që 900.000 minuta dika ma shumë për se cilin prej neve ka zgjatë procesi edhe ajo në Kosovë kushtën. Mrena një 12 orë që sa janë vend votimet e hapuna, kushtën me kohë
që i bjenë që dalja masive, do që është inkurajuse, si vjetë ka qenë prej burimeve të komplikimit edhe për shkak se njerëzve është do është ma gjatë, deri kur i kanë gjithë 10 numrat edhe kjo më pas ka shkaktu komplikime. Nëse jemi ka flasim për përbërje të kuvendit, a i shdosht kvaliteti deputetve me qenë përcaktues apo e kalumja ka kallëzu që vullneti partive është mbizotrus? Më mendoj që kualiteti deputetve luan një rol shumë të madh në punën e komisioneve, për shkak se kam pas fatin me punu me organizata ndërkombëtare, me asistu komisioneve parlamentare vitin 2006-2007. Edhe puna konkrete bëhet në komisione larg syve të publikut, edhe aty duhet dikush e merr ligjin, e lexon, e njeh fushën, jep rekomandime për amandamente, edhe ka zakonisht një ose dy deputet cëlt e mbajnë punën e krejt komisionit, për shkak se janë më të përgatitur, kurse tjerët vetëm ose nuk marrin pjesë apo nuk japin rekomandime konkrete. Andaj, një është shumë me rëndësi me pas profesionist në kuvendin e Kosovës, edhe tjetra që ata me marrë pjesë. Mos me pas aso që kanë edhe nga 10 puna tjera, edhe punën e deputetit e kanë vetëm sa për meditje, ose shkojnë edhe në shkruan për me marrë meditjen dhe largohen nga... Përpu koncentru në minutat e fundit që do temat dy të kemi për qefi shumë. Pavarësisht kur numërohen, certifikohen në rezultatet, në të ardhmen e parashikueshme, kemi me jetu me një vend që kvalitetin e ajrit e ka ndër ma të këqit në Evropë, nëse jo ma të keqin. Kemi me pas bashkëqytetarë që gjujnë bërlëg gjithka, edhe ka deponi ilegale gjithandej, edhe mos flasë mas nej, veturat e vjetra edhe krejt halakamën, edhe kemi me dek rrugve për faqet zez. Ka ja njës që kjo, duhet mundru vedia qytetarëve mos me gjujtë bërlëg gjithkun, duhet... Se shtetin nërmen me intervenu nuk e ka. Problemi është, a e di mas pari sa serioze është të lash, ja e pash që keni hullumtu diqka në Atlas, apo ka naj copy-paste zgjidhje pej dika tjetër. Ajo që na të bo në Atlas është copy-paste, për veç me i bo ma të kuptushme për publikën. Mos me i lonë raporte si të bankës botërore nga 180 faqe apo agjencisë për mbrojtjen e mjedisit, ku nuk i merr vesh askush. Po me i thjeshtësu që qytetarët me pa që, okej, neve po na merren 300 milion euro në vetë në emën taksës mjedisore, po vetë 7 milion po shpenzohen për mjedis, po na merren 300 milion nuk po vendosën filtra, unë e mora raportin e fundit të Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit. Për 4 vjetë, qeveria Kosovës ka investu në mbrojtje të ajrit dikon 800.000 euro, për të njëjtën periudhë, qeveria japoneze i shpenzon gati 3 milion. Tash pëse me arë prej Japonijës edhe neve me në mbrojt ajrin kur ne vetëm se mbledhëm një taks mjedisore, edhe ajo taks mjedisore do të më shkuj për mbrojtjet ambientit. Ti je sportist edhe varapon me siguri shpesht në këtë qytet, edhe dilema që e dëgjova një ditë është, a është ma mirë, a ma shumë i shëron mu shkri të vrapu, apo i dëmton nëse vrapon në këtë ambient të papa. Ajo që ka e di sigur, është që nëse ki kërë me Euro 5, nëse ki vetur me Euro 5, ma i pasër është ajri që del pja u spuhit, se so ajri që qënën mushkrin nëse jeton në Prishtinë ose në Bilic. Këto ta garantoj? Dhanat që i në ato i pa prej Institutit Hidrometeorologjik, kërë ka vendos ta matë se kualitetit të ajrit, neve na del që konstantën vjetore, pika ma endotën është të matësi në të rilindja, më endotër se të Dardhishtja dhe në Palaj, ku janë në Obilic, edhe aty ku ka aktivitetet termocentraleve, se aty është endotën gjatë muajve të dimrit, po në qytet është konstant edhe gjatë verës për shkak të veturave, se ne ato që e publikuam duke i marrë dhanat prej Ministrisë së Punëve të Brendshme, ishte që 88% e veturave në Kosovë janë me naftë, që ndotit ma shumë se sa lloje tjera, qoftë hibrid, qoftë elektrike apo edhe me benzin, krahasim me Bashkimin Evropian që janë 13% mesatarja veturave me naftë, edhe tjetra që mesatarisht janë dikon vjetërsia e veturave është 18 vjetë. Dhe më thonë, na jena në vitin 2025, veturat shumica janë që janë prodhu në 2010 e më herët. Në 2008. Edhe ne
nuk ka ndryshu politika e importit veturave, ende ka akciz për vetura elektrike edhe nëse është pak e përdorur jashtë vendit. Dhe kur ke ministra, si që këna pas atë ministrin e kaluar edhe ende në detyr, e i cili vozit vetur me tabelat të Shqipërisë, edhe nuk ka interesim me ndërru politikat në vendin ku është duke ushtru detyrën. Për shkak se ajo pse shumica e njerëzve që kanë dokumentet Shqipërisë i regjistrojnë atje se është doganimi më i lirë, taksat janë më të lira dhe pastaj e shfrytëzojnë edhe pasaportën që kanë marrë. Shyre, në mbrojtjet ministrit transportit me to janë në rregull. Aja konsideron Kosovën shtet përkohshëm edhe punë e madhe që smerret me Kosovën me to janë në rregull. Me do ministra tjerë kompakt e lashe. Në momentin që ti e konsideron të përkohshme, të pagume i ki, mos u merr me Kosovë, vazhdojmë. Po e thith hajrin e Kosovës që është ma i keqi në Evropë edhe jetoni rrethu me bërlog edhe në shtet të përkohshëm. Që ka mu bo tem, këtu për më dollë, ka me u bo tem në zgjedhje lokale, ka mu bo tem në vjesht. Për shkak se përshtypja është që deponit ilegale dhe pastrimi bërlogit është problem komunal, nuk është problem qendror. Ku nalen kompetencat e shtetit nisin të komunës edhe kush është përgjegjës për problem, për shkak se degradimi i lumejve dhe i ambientit s'është punë e komunave. Të rasti kompanive rajonale për menaxhimin e boturinave janë kompetencë të komunave, po janë kompetencë të 4-5 komunave dhe pastaj ato e shpërndajnë përgjegjësinë se kush e ka, kush është aksionar më i madh, kush përfaqëson më shumë, për shembull kompania pastrimi këtu në Prishtinë, vepron më shumë në Prishtinë sesa në qytete tjera, për shembull Skënderaj o Biliq edhe. Po ne kur i kemi kontaktu para disa muajve, gjendja në atë kompani është e nis një kamion për me mbledh bërlogon, po lutën që mu kthy ai me bërlogë mos me metë edhe kamioni bërlog në rrugë se janë ashtë djetra. Mos me shritë edhe kamionin për hekër. Ajo që ka bo kryetari i Prishtinës në shtatë gjërë më të mirë ose të vetmen të mirë është që e ka fut konkurencën private dhe tash ka një garë mes kompanisë publike dhe private kush po mbledh bërlogon më shpejt, se pastaj ato paguhen me ton kur shkojnë me derdhë. Problemi është që ne e publikuam një dhanë që vetëm se ka qenë publike prej Bankës Botërore, është që Kosova ka disa fish emitimin e metanit për bërlogot, për shkak se përveç që nuk e mbledhën bërlogon, nuk e ndajmë veturinat e gastronomisë përzihen me ato shtëpijake, me industriale, dhe pastaj ka shtrezim edhe ndezje të bërlogot që liron metanin, që është shumë i dëmshëm për shëndetin. Diçka që na të bosht, se ne një grup vullnetar, njerëzve që kem fëmijë, moshuar, cilët prekën më shumë të prej mjedisit, nuk është që jam tash ekspert i mjedisit edhe nga fillu me zgjedhje, tash dojdom të puna mjedisit, më shumë është... Nuk kemi me vazhdu me jetu në ambient kontaminum edhe mas rezultateve, po sidomos deri kur të miratohen, s'kemi as prej kujt me kërku përgjithësi, që është pikimi? Është breng personale dhe prej momentit, tash kena më pak se një muaj që na të funksionu në media sociale dhe kena interesim të medjave, edhe faleminderit edhe juve që na keni dhënë mundësinë me paraqit këtu, po ka një interesim më të madh të medjave me pasqyru çështjet mjedisore që nuk e kom pa më herët. Edhe ne po shpresojmë që në mes zgjedhjeve të ardhshme, kryetarët e komunave kanë me pas ofertë zgjedhore që kanë me bë me hapësira gjelbërta, që kanë me bë me vendosjen e zonave ku nuk lejohen vetura, ashtu siç kanë bërë shumica qyteteve, edhe komunën e Prishtinës ajo që po synojmë me bë është ka shumë hapësira publike në brendësitë komunës edhe ndërmarrjes publike banesore, cilat do duhet me u shndërru në parë. Nuk i takon më komunës me ndërtu objekte shumë kaqe, ashtu siç e kanë nisë atë në Lakrishte kur u prish shkolla, për shkak se o sektori privat, ai që po ndërton pa asnjë pengesë, edhe kemi që tregu në dhënat e fundit të Agjencisë Statistikave mbi 180.000 njësi banimit të pabanueshme, edhe do duhet me pas një moratorium në ndërtime, derisa të shiten ato, ose me ndryshu taksat, tatimet për ata pronarë që i mbajnë ato banesa, nuk i shesin se presin që më... Dorën zemër për tatimin në pronë, është ndryshu, po nuk ka fort disponim me fillu me zbatu.
për mu këthyte do prej problemet që trashëgohën, projekte të shumta cilat janë me të pezull, qoftë për shkak të masave ndërshkuese të Bashkimit Evropian, qoftë për shkak se tash s'ka me pas, ose s'ka qeveri që fillon diçka në fund mandatit vetë, ose pas zgjedhjeve, a mundet me ose a ka formu që e vlerëson dëmin mas pari që e kanë shkaktu sankcionet, më pas çka për i tyne është riparushme, është e kthyshme? Sankcionet e bëjes, apo... Jo, unë s'paku nuk e di. Fondet e Bashkimit Evropian sa i përket organizatave shoqërisë civile edhe pas sankcioneve nuk janë nalë. Janë nalë projektet që kanë pas të bëjnë me shtetin, marrëveshje me shtetin. Po tash jemi në atë raundin e dytë, apo raundin tjetër të investimeve, edhe kjo mundet me prek jo vetëm shtetin, edhe shoqërinë civile, edhe krejt shoqërinë përgjithësi, edhe mediat, por edhe me ndryshimet në administratën amerikane edhe me ndalimin apo suspendimin e USAID, ka me pas një ndryshim të madh dhe strategjisë të fondeve të Bashkimit Evropian, edhe shteteve individuale. A i çdo është me e lexova diga një shpjegim që shtete si Kina ose Turqia janë nga i fërkojnë durt, mase i kanal USAID i fondet. Nuk e di nëse në Kosovë seriozisht ka dikush që din me shty agent kineze, po a i çdo është shteti me pas parasysh në cilat sfera ka marrë miliona ose 10 miliona asistencë edhe ku ka nevoj me intervenu pak ma seriozisht. Një raport që ka publiku BIR një vitin e kalum të regon që ka edhe më herët sa ka qenë ndihma amerikane, evropiane, prap ka pas tendencë të Rusisë edhe Kinës me financu sidomos sa i përket shpërndarjes së dezinformimit edhe krijimit të paqartësive e kontradiktave në kontekst publik, sidomos përmes mediumeve. Unë nuk pres që Kina ka me investu në këtë fush. Turqia ka pas rastin kogja shumë, po mungesa e kapaciteteve të Turqijës për fatin ton, në ka qenë mjaftueshme që me mbush këtë vakuum më herët e as tash. Unë nuk shoh që ka me pas një fuqi tjetër me zavendësu atë ndihmë cila ka ekzistu prej USAID dhe programeve tjera amerikane. Që i bjenë që një pjesë aty në programeve veç pezullohen deri në të ardhmen ose duhet më ristartu? Problemi është që tash ka ndryshu atë shumë sa nëse ti e mburr me demokratizim, lirit medjave edhe me drejtat njeriut, tash ato janë përparësi që ti duhesh me mshë prej administratës Trump, se ligjerimi i administratës të rejo që mediat tradicionale janë komplet të majta dhe nuk i ndihmojnë agendës së djathtë, drejtat e njeriut edhe sidomos diversiteti nuk janë agendë që duhet me shty qeveria amerikane, demokratizimi nuk është i domosdoshëm në vende që s'kan traditë të demokracisë. Dhe ti tash për 25 vjetë je pregadit më koni sukses shumë këto fusha, dhe tash e gjenë vetën ato që dush me thonë që okej, ose s'jena as na bashmirë, që të dhonat lirisë e medias. Me ato që vazhdojmë menu që mediat i kemi matë mirat në rajon dhe në krahasim me rajonin jemi ma mirë edhe në disa aspekte tjera, edhe në do pjesë tjera të shtetit, përkundër pak nacive, po kemi vendos vetit standardet nalta, s'jemi krahasu asnjëherë me Serbinë ose me Shqipërinë, edhe kjo ka bërë që të kërkoj ma shumë edhe nga gjykatësit, edhe nga politikanët, edhe nga njerëzit që kanë administru në këtë vend, shëndetësinë, drejtësinë, arsimin e krejt. Po menoj jo krejta, dhe pse jam tash në media, arsye pse jo marrë këtë, se ne vlerësoj punën tonë, sidomos me minutat e hoxhës, jam shikuesi i rregullt i tyre, dhe mendoj që është një prej psaneve më të mira në prime time. Po nuk është gjendja e medjave edhe ma mira, po pajtohem krahasim me rajonin. Ma mirë se në Shqipëri edhe në Serbi. Po, në krahasim me rajonin është shumë ma mirë. Po asë shoqëri civile, më kujtohet, unë kam 17 vjetë përvojnë shoqëri civile, kur ma dopë si sektor s'kemi qenë. Kështu që nuk është atë, po nisëm prej vetës, po edhe mediat njëjtë kemi pastaj edhe. E funit, nëse partitë si vjetë në
dukjen, si përfaqe, që shme thonë, kanë shty tema sociale, edhe ekonomike, rritjet pagave, rritjet bugjetit, rritjet skemave sociale, mbështetje për kategorit ndryshme, për leona, bonusa, rritjet pagave, gjëra poshtë për pjetë. Apo duket që e kanë pas seriozisht, apo duket që janë në mos të duhun të alarmuar me gjendjen sociale në vend, apo është diçka që ka shku edhe kemi me ju këtuj situatës rëndë? është se një ma i kapshëm, për ti merë të 150 euro, 200 i ki në dorë ato, është shumë ma letë pastaj me kërku vot të ata që i ke prek me 100-200 euro. Ma herët su ofru 200 euro, ma herët është ofru liberalizimi vizave, NATO, zajednica, Serbia, raketa, traktorët. Ka pas 25% rritje të pagave për sektorin publik, për arsimtarët, ka pas premtime për komuna. është komplet këtë libri i qeverisjes sa shumë thaqë. Ku ne e kritikonim si shoqëri civile, nuk e kena mendu që ka me shku në ekstremeve të vendosjen, po është kjo për çdo zgjedhje. Po thua, kanë marrë librin e thaqit edhe e kanë bu. E kanë bu edhe kanë kopju edhe kesë. A i hapke në universitete në secilën qendër urbane, komuna treja në secilën komunë ku ishte ekzistuse. Ko gjatë domi madhë? Autostrada për secilën pjesë, edhe pse u nishin edhe nuk përfundojshin. Është vetë vendosja është ajo që premton ndihma sociale, rritjet pensioneve, për shkak se është tregu se një më i qartë. Më i lehtë, merr fonde prej bizneseve, edhe jep në faqeverie si Billy Kid, merr të pasurve ose në këtë rast bizneseve, se nuk janë të pasur as bizneset e na janë duke kalu një farë krize ko gjatë madhe. Ja, vërdet, vajo. Edhe shpërndaj të tjerve. Kjo është ajo të ja jep një peshke ke ushqy popullsin për një dit. A me mësu me mëzon peshqi? E me mësu nuk jena të i mësu as këtë qeverie as kush, edhe ne kena më mëvar një prej subvencioneve të qeveris, tjetra prej atyre të diasporës, edhe po nuk është ka kryohet bazë për zhvillim të qëndrueshëm. Fillingun e kom që do prej këtyne temave kanë me na u kthy gjatë vitit e do që hullumtohen prej juve. 15 vjetë që të bo debate, unë një 15 vjetë të i diskutu të njëta tema. Kështu që pse ju? Që shkom thonë bara 10 vjetë. Të falenderit që ishtë zonë. Falenderit për ftesën. Shkues të nderuar, saktosh, do prej temave kanë me vazhdu me qenë të pranishme. Kemi me ju adresu potencialisht do ministrave të ri edhe do deputetve të ri. Sfidat kanë me qenë të vjetra, po për me fillu me adresu ato, duhet me pa kush janë ministrat e ri, kush janë deputet e ri, e për momentin nuk dihet kur ndodh kjo, me që s'ka përfundu numrimi votave dhe s'ka datë kur përfundon deri sot kryen krejt procedurat. Këtu e shlajmëroj misionin për sonte, ta shëtu t'jeni jashtë kontekstit.